Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendojeni Zotit në një tobe të sinqertë. Pra, çfarë do thotë kjo? Nuk do thotë kjo që neve të themi një astaghfirullah pa pasur mendjen, pa pasur zemrën, pa e pasur ndjesitë tona tek ajo për çfarë i lutemi Zotit ose i kërkojmë ndihmë Zotit. Pra mendja të jetë diku tjetër, por goja të shpreh diçka tjetër. Pra, me këtë ajet kuranor, ne kuptojmë shumë mirë që Allahu xhaleshanu kërkon përqendrim, kërkon fokus, kërkon që ky besimtar ta ndjej dhe t'i përgjërohet Allahu xhaleshanu, sepse Allahu xhaleshanu kërkon ta falë robën e vet. Ai është i gjithëmëshirshëm, ai është mëshirëplot dhe Allahu xhaleshanu ka disa cilësi, të cilët ai don që t'i zbatojë në këtë botë, siç është Gafar, falës, janë nga emrat Rahman, Allahu xhaleshanu, Rahim, Tawwab, që pranon pendimin. Pra, këto cilësi duhet gjendë zbatim këtu, në këtë botë, prandaj njerëzit janë gabimtar.